Deri tani në këtë letër qëllimisht kam heshtur për disa ngjarje. Tani tutje jam I detyruar të mos përmend gjëra të cilat e kam të vështirë të tregoj ty dhe vetes. E them këtë që të mos mendosh se nëse faktet nuk janë fort qarta, kjo nuk do të thotë se muajnë provat. Përkundrazi, prova që do t'i bënin këto fakte të pakapërditshme dhe as pak të këndshme ka sa të duash. Nuk është e lehtë të gjesh mënyrën e përshtatshme për t'i treguar. Nga ana tjetër mjafton të sjellësh ndërmend ngjarje të largëta. E kisha humbur besimin vetvete duke ja lënë vendin një ndjenje faji. Duke sjellë ndërmend këtë ndjenjë faji pa anë e pa fund, një herë shkruajta për dikë. Trembet se turpi do të bëhet zot I gjithë qenies së tij. Nuk mund të bëhesha njëri tjetër sa që le mbyll syt. Kur isham me të tjerët, madje para tyre, kjo ndjenjë faji bëhej edhe më gryse, sepse siç kam thënë, më duhej të ndreqja gabimet që bëje ti në dyqan dhe ku unë ndjehesha bashkëfajtor. Ti gjeje gjithnjë diçka për të vënë lojë të gjithë ata me të cilët shoqërohesha, duke ja thënë në sy ose për pakrave, dhe mua më duhej t'i kërkoja ndjes personit të fyer. Mosbesimi që kërkoje të ngjallje tek unë në dyqan ose në familje, për pjesën më të madhe të njohurëve të mi, më përmend dikë që për mua është I rëndësishëm në fëmijërinë time të cilin nuk e ke përgojuar më asnjëherë, dhe që çuditërisht nuk përbënte për ty kurfar pengese. Ishe shumë I fortë për t'i bërë ballë dhe në fundit kjo bëhej një lloj simboli I sundimit tënd. Ky mosbesim që në sytë e mi prej fëmije nuk gjente kur miratim, pasi ngado shihja vetëm njerëz normal, u shndrua në mosbesim ndaj vetes, edhe në një frikë të përhershme në gjithçkaje. Dhe sigurisht kjo nuk ishte mënyra për të shpëtuar prej teje. Nëse nuk e ke kuptuar se si qëndrojnë gjërat, kjo ndoshta lidhet me faktin që asnjëherë nuk je munduar të njohësh ato që kishe përreth, dhe me atë mosbesimin dhe xhelosinë tënde, mos vallë po e moj faktin që mendoje se unë e plotsoja gjatë ju mungesën e jetës familjare, duke I e pamundur që unë sillesha në të njëjtën mënyrë si brenda ashtu dhe jashtë mureve të shtëpisë. Nga ana tjetër, në rini, gjeja të paktën një lloj ngushëllimi, duke vënë dyshim gjykimet e mia, I thosha vetes, ti po e tepron, si gjithë të rit ishe gjërat e parëndësishme vetëm si përjashtime. Me kalimin e kohës, kur e njoha botën më mirë, pothuajse e humba këtë lloj ndjesie. Edhe judaizmi nuk ja doli mban të më shpëtonte nga ti. E megjithatë mund të përbërnte në të vërtetë një rrugë shpimi, madje mund të mendoj se pikërisht kjo mund të përbërnte një pikë lidhje dhe njëkohësisht do të ishte për të dy një pikë nisje e përbashkët, por judaizmi që mësova për teje ishte një lloj krejt tjetër. Në rrjedhën e viteve kam mbajtur 3 qëndrime të ndryshme ndaj tij. Kur isha fëmijë, në marrëveshje me ty, qortoja veten që nuk shkoja sa duhet në tempull, që nuk agjeroja e kështu me radhë. Mendoja se kështu nuk dëmtoja veten për ty dhe ndjenja e fajet, gjithmonë gati në prit, më mbërthente të tërën. Më vonë, në periudhën e djalorisë, nuk e kuptoja se si ti, me atë judaizmin tënd sa për sy e faqe, më qortoje pse nuk përpiqesha të paktën për respekt bësha dhe unë I tillë. E me të shihja në të vërtet ishte një punë kot, një shaka, madje një shaka pa krip. Ti shkoje në tempull 4 herë në vit dhe atje ishe më shumë kokçar se sa besimtar. I thoje lutjet sa për të largojen. Biles ndonjëherë çuditesha kur më tregojen libër paragrafin e lutjes që po thuhej. Për më tepër, vetëm kur ndodhesha në tempull, që ishte kryesorja, mund të dembelosesha për shefin tim. Kaloja orë të sërsjatura duke goksitur në përgjumje, aq shumë vetëm në orën e mësimit të kërcimit jam mërzitur, duke u munduar të zbavitesha aq sa mundja me argëtimet që ofronte ceremonia. Si fjala vjen, hapja baulës që më kujtonte lojën e goditjes në shenjë, pasi edhe atje kur godisjet zezën hape deri një kutije, por sa aty të paktën dilte një gjë interesante, ndërsa këtu dilnin gjithnjë të njëjtat kukulla pa kokë. Nga ana tjetër, në kësi rastesh trembësh e tema se jo vetëm nga turma me të cilën duhet përzieshim, por edhe sepse një herë të kishte shpëtuar goja se edhe unë mund të ftohesha në tora. Vetëm ideja më bënte të dridhesha për vite të tëra. Përndryshe asgjë nuk e trazonte mërzitjen time, ndoshta vetëm barmizva që shkërkonte vetë se të mësoje përmendsh disa formula, si të isha në prag të një provimi fare thjesht. E për sa të takon ty, më të rriqe vëmendjen vetëm kur të rrisnin në tora, dhe ti kaloje shkëlqyshëm provën që mua më dukej një ritual tejet mundan, apo kur ditën e të vdekurve qëndrojen në tempull dhe mua më dëbonin. Për shumë kohë ky fakt, për shkak të përjashtimit dhe mospjesëmarrjes time, krijoi tek unë ndjesinë gati pavetdijshme se bëhej fjalë për diçka të padenj. Kështu ndodhte në tempull dhe në shtëpi, gjërat paraqiteshin edhe më mjerueshëm, duke u mjaftuar vetëm me sederin e parë që në ndikimin e djemve tashmë adoleshent, gjithnjë më tepër merrin pamjen e një komedie plot gajasje të shfrenuara. Përse nuk shkëputesha nga ky ndikim, sepse ishe ti që e kishe krijuar.
Ky pra ishte besimi që kishe përçuar tek unë, dhe kësaj i shtohej dora jote e shtrirë që bën të shenjë nga bit e milionerit Fuchs, pranishëm në tempull bashkë me teatrin në rastin e festimeve të rëndësishme. Nuk arrihet kuptoje ç'mund të bëje tjetër ti me ato gjëra fetare, përveç se ti hiqje qafe sa më shpejt ishte mundur, dhe akti më i shenjtruar më dukej pikërisht një heqje qafe. Më vonë e vlerësova situatën nga një tjetër këndvështrim, dhe kuptova pse kishe bindjen se edhe në këtë kuptim të trajtoja aq pabesisht. Nga komuniteti i vogël i atë që ngjante me një geto, kishte trashëguar një krim si judaizëm, fare pak, kuptohemi, që u paksua dhe më gjatë shërbimit ushtarak. E megjithatë, mbresat dhe kujtimit e rinisë përbënin një bazë të mjaftueshme për një jetë judaike, por ti nuk parakishe edhe aq nevojë për një ndihmë të tillë, pasi rrjedhje nga një trung shëndet plot dhe nuk ishe i ndjeshëm ndaj dogmave fetare, përveç rasteve kur lidheshin ngushtë me vlerësimet për bashkëjetesën sociale. Thelbi i besimit që tu thishte në jetë kishte të bënte me saktësinë abstrakte të opinioneve të shprehura nga një klasë e caktuar sociale ebraike. Opinione që shkonin përshtat me karakterin tënd dhe besimin që kishe në vetvete. Kishe brenda vetes një tharm judaizmi, por te jetë të dobët për t'ia përçuar të biri, shtërronte pik teksa ja përcjellje. Kjo, pasi nga një anë bëhej fjalë për kujtime personale që nuk mund të përcillen, dhe nga ana tjetër, kjo lidhej me qenien tënde që më kallte frikë. Ishte pamundur ta bindje një fëmijë të trembur të vëzhgonte gjithçka me vëmendje të ndosurit si ngrisur nga frika që ato pak litet të parëndësishme të kryer në emër të judaizmit me atë shpërfillje të denjë për zbastinë e tyre të mund të ishin më kuptimplota. Për ty kishin kuptim si kujtimet vagël të kohërave të shkuara, prandaj edhe dojet mi përcjellje, por nuk i arrihet dot sepse edhe për ty nuk kishin kurrfar vlerën vetvete. Ja dilje mban vetëm mekanosje e kërnaqësi, e gjithë kjo jo vetëm e kishte dështimin brenda, por edhe jepte krah zemrimit tënd të shkaktuar nga kopëngjeshja ime, pasi s'doja ta pranoja dobësinë tënde në këtë fushë. Padyshim nuk është një dukuri rastësore, kështu ka ndodhur me pjesën ndërmuese të brezit ndërmjetëm hebre që emigroi nga zona të pazhvilluara në qytet. Ishte një dukuri e natyrshme, por që i acaroi më tepër marrëdhëniet tona që edhe kështu ishin mjaft të ndosur. E megjithatë edhe në këtë pikë ndiheshi pa faj, një lloj si unë. Por është pafajësi që duhet t'i shpjegosh me karakterin tënd dhe çastet historike, jo thjesht me rrethana rastësore. Por a mos thuaj fjala vjen se kishe shumë halle shqetësime mi krye dhe s'kishe kohë të merreshe me gjëra të tilla. Në këtë mënyrë pafajësinë tënde të padyshim është ndëruar në një qortim të padrejtë ndaj të tjerëve. Si gjithë rastet e ky përbëhej nga fakti që hidheshin poshtë me lehtësi. Nuk bëj fjalë për të mësuar gjëra dosido, por për një mënyrë sjelljeje të veçantë, siç është judaizmi. Kohët e fundit ke lexuar kujtimit e rinisë së Franklinit. Inkas t'i këshillova për t'i lexuar dhe jo për të njohur me teoritë vegetariane, po për të parë marrëdhëniet e autorit me të birin, të përvijuara qartë në kujtimet që i kushtonte atij, por s'kam ndërron të hyjë në policire. Për mënyrën se si e koncepton judaizmin u bind edhe më vonë falë sjelljeve të tua vitet e fundit, kur të duk se po përballohesha në çështje hebraike. Po të kemi parasysh se parimisht u kundërvihesh interesave që unë shfaq dhe mënyrës se si e shpreh, edhe në këtë rast ndodhi pikërisht ashtu. Të them të drejtën, mendoja se do të bëj një përjashtim të vogël, të paktën një herë. Bëj fjalë për një judaizëm shumë të ngjashëm me tëndin. Nga ana tjetër, vlerësimet e tua negative lidhur me judaizmin tim të ri e kalonin masën, gjetën të mallkimin tënd, edhe që të mund të shpëloseshin, ishte domosdoshme një marrëdhënie privilegjuar me të tjerët, që në rastin tim do të kishte hapur një prag vdekjeprurse. Me përligjur ishte kundërshtia jote për gjërat që shkruaja, dhe ato që pa dijenin tënde kishin bënin me to. Ktu kisha arritur me të vërtet krijoja një hapësirë të pavarur për teje, edhe pse kjo më ngjasonte paksa me krimin që kur i shkelin pjesën e prapme, arrin të çlirojt për parmën dhe të rriqet zvarr me një anë. Ndjeja një farë sigurie, arrijet me rjafrym, kundërshtin që padyshim ushqej edhe për ato që shkruaja, arrita ta këpërdija. Kokëngjeshja dhe krenaria ime, padyshim që rënkonin falë mënyrës gjë madhe me cilën i trajtoje ti librat e mi. Vërëm i komodin. Zakonisht ishe duke luajtur letra kur cilja në një libër, por në fundet kjo më shkonte për fije, jo vetëm për shkak të lehtësisë që më ngjitej nga thellësia e shpirtit, jo vetëm për shkak të kënaqësisë që përshtypjet e mia për marrëdhëniet tona vërtetoheshin, por sidomos sepse ato fjalë më tingëllonin si tani je i lirë. Natyrisht që gabojsha, nuk isha as pak i lirë, ose në rastin më të mirë, nuk isha ende i tillë. Në shkrimet e mia flisja për ty, shpreha ato që nuk arrihet shpreha ballas për zemrën tënde. Ishte një çlirim prej teje, i vunuar qëllimisht, një çlirim që te e kishe ideuar,
por që përshkonte një rrugë të përvijuar prej meje. E megjithatë, sa pak vlerë e kishte gjithë kjo. Vlen të përmendet vetëm se ka të bëjë me qenien time. Në të tjera rrethana asgjë do të binte fare në sy. Tregon se ka sunduar jetën time në fëmijëri si parandim, pastaj si shpresë dhe më vonë si dëshpërim, duke ndikuar, le të themi, gjithnjë nën hijen tënde në vendimet e mia të pakta e të papërfillshme. Fjala vjen në zgjedhjen e profesionit. S'ka dyshim, më ke lënë liri të plot zgjedhje me atë qëndrimin tënd madhështor, madje zemërgjër në ato rrethana. Sidoqoftë, edhe në këtë rast, nuk arrite të dalësh nga qerthulli i traditës së shtresës së mesme ebraike, që për ty kishte vlera, apo më mirë të themi, nuk është kpute nga shkalla e vlerave të shprehura nga kjo shtresë. Gjithsesi, në fundit, keq kuptimi që kishte bënte me personin tim pati anët e vet pozitive. Nisur nga krenaria atrore, mosnjoja karakterit tim vërtet dhe dobësia ime fizike, gjithnjë më ke cilësuar si një tip tepër studios. Sipas teje, kur isha djalë se ndaja librin nga dora, dhe më vonë nuk pushoja së shkruari. Kjo s'është as pak e vërtet. Mund të pohoj pa e tepruar as pak, se shumë pak kam studiuar dhe asgjë nuk kam mësuar. Gjithë këto vite, fal kujtesës fortë dhe një farë aftësie përqendrimi, diçka më shmolitur në kokë, dhe s'është dhe aq për të çuditur, po sidoqoftë, rezultati i përgjithshëm i njohurive për më tepër thellësia e tyre lë shumë për të dëshiruar, duke patur parasysh jetën në dukje të qetë e pa kokçarje që kam kaluar, sidomos po të krahasohet me thuajse gjithë njohurit e mi. Është një rezultat i dobët, por që ka shpjegimin e vet, që kur kam filluar të arsyetoj, jam përpjekur aq shumë të mbaj gjallë statuskon time shpirtërore, sa që gjithçka tjetër më dukej e pavlerë. Gjimnazistët ebrej këtu të ne shpesh janë të çuditshëm, sa jo në gjëra që s'ti pret mendje, por një shpërfillje të akull si imja, e ndrydhur, e pacënueshme, plot dëshpërim naiv, shpesh qesharak, i përmbushur në mënyrë kafshërore që kishte mbërthyer një djalosh pa fantazi të ndezur, por të ftohtë, nuk e gjeta tek asnjëri prej tyre. Nga ana tjetër, për mua ishte i vetmi mjet mbrojtës kundër raskapitjes nervore, të shkaktuar nga ankthi dhe ndjenja e fajit. Merresha vetëm me vetveten, edhe pse në mënyra më të ndryshmet. Për shembull, shëndeti im, fillimisht gjëra pa shumë rëndësi, disa probleme të vogla me tretjen, rënja e flokëve, kurizi që filloi të më korrusej e kështu me radhë, gjëra që me kalimin e viteve filluan të shtohen, ashtu pak nga pak, derisa përfunduan në një smundje të mirëfillt. Me që nuk isha i sigurt për asgjë, çdo çast kisha nevojë të vërtetoja ekzistencën time, dhe me që asgjë nuk e zotëroja plotësisht të tërën në mënyrë të pakundërshtueshme, të përcaktuar në unë dhe askush tjetër, në të vërtetë ndjeja veten një birë planprishës, edhe trupi e realiteti më i prekshëm i ushtua pa sigurive të mia. U zgjata kot-skoti, me zi lëvizje nga mbi pesha, shpatullat më krusën, për fiskulturas që bëj fjalë dhe kështu mbeta i ligur, më duke një mrekulli që ende trupi kryente funksionin e tij, si tretja e mirë fjala vjen, dhe kjo që e mjaftueshme për ta prishur duke hapur rrugë hipokondrive nga më të ndryshmet, derisa fal stërmundimit më njerëzor që bëra për shkak të planit që kisha për martesë, do të flas më poshtë për këtë. Fillova të përshtyj gjak nga mbushkërit, edhe këtu padyshim ndikoi edhe apartamentin në pallatin Schönbrunn, cilin e maja vetëm për nevojat e mia si shkrimtar. Prandaj më duhet ta përmend këtu. E gjithë kjo pra nuk u shkaktua nga një ngarkesë pune, si shpandehjet e gjithnjë. Vite të tëra i kalova i shtrirë në divan, shumë më tepër nga ç'ke ndenjërti gjithë jetën. Përfshi këtu edhe smundjet. Ku largosha me pamjen e njeriu të mbytur në punë, s'bëja tjetër veç se shtrihesh në dhomën time. Rendimenti i përgjithshëm, si në zyrë, ku demelizmi nuk parabie shumë në sy, ashtu edhe në shtëpi, linte shumë për të dëshiruar. Po ta kishe kuptuar, do të ishe trunditur vërtet. Ndoshta si natyrë nuk jam as pak demel, po s'kisha nga t'ja mbaja. Aty ku jetoja, nuk isha i mirë pritur, ndjeshe i gjykuar, i humbur, dhe kërkimi një jetë narrati me raskapiste sa as thuhet, por kjo nuk ishte punë. Ishin ëndrrat pa realizuara, me përjashtim të disa gjërave të vogla që i ka përcenin tema se fuqitë e mia. Pra në kushte të tilla mbuda liria për të zgjedhur profesionin. Po ai isha vallë në gjendje ta përdorja këtë liri? A mund shpresoja se mund të shtroj një profesion të mirëfillt? Respekti për veten më shumë se çdo gjë tjetër varej nga ti, për shembull, nga një sukses në jetë. Ky ishte vetëm një ngushëllim i çastit, asgjë më tepër, por ishe ti ai që pëshoje në këtë mes. Mendoja se nuk do ta kaloja klasën e parë fillores, përkundrazi arrita, madje të fitoj edhe një çmim. S'ka dyshim që do të rrezohem provimin e pranimit në gjimnaz, thosha me vete, por gjithçka shkoi për mrekulli. Me siguri do të ngel në vitin e parë, thosha,
po asgjë nuk ndodhi. Madje pata rezultate të mira. Gjithsesi, nuk fitova besimin vetvete, përkundrazi kisha bindjen dhe provën më të qartë shihen pamjen tënde fodulle që sa më shumë u adilje ban gjërave, aq më keq do të përfundonin. Shpesh përftyroja kolegjin e tmerrshëm profesorëve. Gjimnazia është shembulli më domethënës. Nga do ndjesha i rrethuar nga fantazma të tilla tek mblidhej masmarimit vitit të parë, të dytë, të tretë e kështu me radhë, për të shqyrtuar këtë rast skandaloz dhe të papërsëritshëm, në që mënyrë unë, padyshim, më i pazoti, më i padituri, kisha arritur deri në atë klasë pa më futur gjën në këmbë, edhe duke qenë se isha bërë aq problem, do të më përjashtonin pa e bërë gjatë. S'është e lehtë për një djalosh të jetojë i kapluar nga fantazitë të tilla, dhe në kushte të tilla, si mund ta vrisje mendjen për mësimet, edhe si mund të isha i zellshëm. Shkolla më interesante, dhe në atë moshë jo vetëm shkolla, por gjithçka që më rrethonte. Ishte pak a shumë si puna e nënpunësit korruptuar të bankës që trembet mos i sherrin maskën dhe humbet vendin e punës, ndaj shpejton t'i kryej sa më parë punët që i takojnë. Të gjithë këto më dukeshin çikrima kaq të papërfillshme përpara thelpsores. Kështu vazhdoi deri në maturë, të cilën duhet pranoj se e morra me mashtrim, të paktën pjesërisht. Pra si përfundim gjithçka mbaroi. Isha i lirë. Nëse deri tani isha marrë veçanërisht me veten, aq më keq tani që isha i lirë. Për mua nuk ekzistonte lirje mirëfillt në zgjedhjen e profesionit. E dija që gjithçka do të më dukej e papërfillshme përpara problemet thelpsor, njësoj si me lëndë të shkollës. Pra duhet zgjidhte një punë që pa e lënduar shumë krenarin të me lejonte të ruaja sa të mundja indiferencën time, dhe zgjedhja më e përshtatshme që jurisprudenca. Bindjen time e përforcuan edhe ca përpjekje të vogla, të cilat i bëra i shtyrë nga krenaria, apo dhe nga një shpresë absurde si fjala vjen 2 herë në javë kurs kimie, apo 6 muaj në një kurs gjermanishte, si thua gjatë 2 muajve të provimeve në një trysni të teksuar nervore, ndikohesha shpirtërisht nga fjalët e tjerëve. Por në një farë mënyrë kjo s'më bezdiste. Ashtu si isha bërë pak a shumë në gjimnaz dhe si shumësova më vonë me zyrën, sepse situata u shkonte plotësisht përshtat dëshirave të mia. Sidoqoftë në këtë rast u tregova te jetim pret që në vogëli kisha patur ide shumë të qarta lidhur me studimet e profesionin. Dhe nga kjo pamje nuk isha kurrë shpëtimi, kisha hequr dorë me kohë. Nuk isha bërë asnjë lloj parashikimi paraprak lidhur me mundësinë e martesës. Martesa e cila ka qenë telashi më i madh deri më sot, thuajse më erdhi si rrufeja në qiell të pastër. Zhvillimi i fëmijës kishte qenë i ngadalt. Këto ishin gjëra që s'kishin të bënin me të, dhe ai ndjej mbinjanuar. Herë ishte i detyruar të mendonte, por që nuk mendonte se pikërisht lidhe me këtë, por përgatitej të kalonte një provë vendimtare që s'kishte sosur, për të mos thënë prova më e hidhur. Në të vërtetë përpjekjet për martesë u shndërruan në përpjekjet më të gocimshme dhe më të tmerrshme për shpëtim, por që përfunduan me një dështim po aq të tmerrshëm. Duke patur parasysh se gjithçka që lidhet me këtë çështje më shkon ters, kam frikë se nuk do të jem në gjendje ta shpjegoj thelbin e këtyre pikpamjeve. Dhe nga kjo varet edhe domethënia e letrës, sepse nga njëra anë mishrohen gjitha forcat pozitive që zotroja, dhe nga ana tjetër shpërthejnë zëmrake forcat e errta që kam përshkruar. Pjellë edukatës tënde, si fjala vjen dobësia, mungesa e besimit në vetvete, ndjenja e fajit, të cilat përbëjnë një pengesë të mirëfillt mes meje dhe martesës. E kam të vështirë të jap shpjegime edhe për faktin që s'kam rreshtur së bluajtur i këtë problem në mendjen time. Për ditë të tëra dhe ende tablon e kam krejt të turbut. Sipas meje, të vetë mendim mund të më jap keqkuptimi i plot që ke krijuar për çështjen fjalë. Edhe sqarimi i këtij keqkuptimi nuk më duket dhe aq i vështirë. Pikë së pari ti përfshin martesat e mia të dështuara në vargun e dështimeve të mia të vazhdueshme dhe nuk bën keq. Mjafton që të pranosh shpjegimet që kam dhënë deri tani lidhur me këto dështime. Edhe kjo bën pjesë në këtë varg, por ti e nënvlerëson rëndësinë dhe e nënvlerëson aq shumë sa kur bisedoj pas nesh në të vërtetë flasim për gjëra krejt ndryshme. Marr guximin them se në jetën tënde kur nuk ka patur tilla probleme kaq të rëndësishme sa përpjekjet e mia për martesë. Me këtë nuk dua të them se në jetën tënde nuk ke patur çështje po kaq të rëndësishme, përkundrazi.